Në Tiranë janë numëruar 1272 kuti nga 1282 në total, ndërkohë që vijon numërimi mbi 42.000 zarfeve të diasporës. Sipas rezultateve paraprake të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Eurida Tabaku vijon të jetë më e votuara e listës së kandidatëve të Partisë Demokratike, ndjekur nga mjeku i lirë Ali Mehmeti. Ndërkohë në vendin e tretë është ngjitur kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe pas tij vijnë dy ish deputetët Aslan Dogjani dhe Muslim Urrizi. Lista sipas votave: Eurida Tabaku 18.885 vota, Ilir Ali Mehmeti 16.426, Ilir Meta 7.560, Aslan Dogjani 6.675, Muslim Urrizi 6.390, Loranca Hoxha 5.215, Elton Roshi 5.166, Grigel Smushëllari 4.964, Ethem Aga 4.648, Arjan Hoxha 4.640, Mimoza Hajdermataj 4.549, Hilda Zhulali 4.407, Petrit Doda 4.394, Petrit Gjorgji 3.739, Albia Helezi 3.566, Mhill Gecaj 3.150, Arnold Kariqi 2.625, Durata Çupi Tyli 2.599, Adriana Kalaja 2.493, Edith Harxhi 2.373, Salvador Kaçaj 2.106, Akil Kraja 1.953, Jonathan Pano 1.850, Lisander Hoxha 1.886, Shpëtim Idrizi 1.879, Altin Goxha 1.734, Eduard Çaça 1.527, Besim Kuka 1.448, Kreshnik Çollaku 1.397, Sali Shehu 1.395, Pranvera Kurpala 1.207, Lili Sula 1.178, Erisa Bajaziti 928, Giulia Xhekaj 650, Rivelino Çuno 372, Julia Iliriani 286 dhe Rudin Hylviu 76.